Në qoftë se do vërtet të shikohesh, të vlerësohesh, ajo që mund të bësh nuk është lufta me të tjerët. Të kërkosh dhe t'jesh në rolin e viktimës, të ankohesh, të qash, të zihesh, por zgjidhja më e madhe është të eshtësh, të kthesh tek vetja jote, tek vlera jote, dhe mos presësh të shikohesh, të vlerësohesh nga të tjerët, por ti të vlerësosh veten. Dhe për ty grua, që deri tani nuk e ke vlerësuar, nuk e ke shikuar veten, por ke dhënë, pa marrë mbrapa asgjë, ose shpesh duke marrë thërime. Sot dua të të them që erdhi dita që energjinë tënde ta kthesh tek vetja, të marrësh fuqinë tënde nga prindrit e tu, nga burri jot, nga gjithë njerëzit rreth e mban, sepse më parë njerëzit shikojnë aurën tënde, atë mos respektimin, mos parjen e vetes tënde, ndaj të sillen në atë mënyrë. Në qoftë se dhe ti që më shikon dhe më dëgjon, je një nga ata persona dhe je munduar shumë, jam këtu me Rita Cake, terapiste energjetike universale, mësuese trajneri, shkrimtare, me disa libra që të ndihmojnë për zgjimin tënd personal dhe zgjimin kolektiv, për të ndihmuar me metodat e ndryshme, por në radhë të parë me përvojën time, që të kthesh energjinë tek vetja. Ti je shumë, ti meriton, ti je gjithçka, ti je dritë, veçse të gjitha këto duhet të gjesh mënyrën që si ti kthesh tek vetja. Të falenderoj.